Ju përshëndes. Para gjykatës së lartë jam edhe mbajte letër me vogël për të thënë atë countdownin tonë, domethënë numërimin se prapsi. Unë gjithnjë jam duke pritur kalimin e çështjes dosjes Peshkëpia në gjykatën kushtetuese. Kjo është motoja ime, kjo është kauza ime. Këtë duhet ta kishin bërë dhe duhet ta bëjnë aktivistë, shoqata të ndryshme, gjëja patriotike, gazetarë, intelektual, gjyqtar, kushtetar në 30 vjet nuk e kanë quar përpara dosjen Peshkëpia. E ka nisur, kemi thënë, 30 vjet më përpara në 1996 në Gjirokastër hetimet dhe kanë ardhur sot, që është viti 2026 pas 30 vjetësh dhe akoma dosja Peshkëpia akoma s'ka shkuar në gjykatën kushtetuese. Unë nuk hesht, unë nuk resht. Unë do kërkoj që ajo dosje të shkojë atje me çdo kush çdo ditë. Do prej presion mbi këtë dosje, sepse nuk po bëj për terror, po bëj presion që drejtësia të shkojë në vend. Të jepet vendimi nga gjykata kushtetuese dhe ta dinë, do rihapet apo do shkojnë në Strasburg për të rihapur nga Strasburgu. Njerëzit që kanë marrë pjesë në atë masakër duhet të shkojnë përpara drejtësisë, duhet të shkojnë në burg, sepse kanë bërë terror, kanë bërë dhunë, kanë bërë vrasje, kanë bërë shkelje të integritetit toksor, kanë në përkëmbur dignitetin kombëtar. Fredi Beleri me shokë duhet ishin gjykuar sot, duhet ishin në burgim të përjetshëm. Lambi Papa, që ju kisha thënë në vitin e shkuar, kur bisedoja me disa njerëz që i njihja dhe me njihnin. Me thonin ata, çdo vit vjen Lambi Papa, ish Roland Papa, do vjen në Shqipëri. Dhe i them unë si vjet që flason, nuk do të vinë në Shqipëri, Lambi Papa, dhe nuk erdhi si vjet në Shqipëri. Si është e mundur? Goxha njerëz, Eugen Beci, Gledis Nano, këta lolo të paaftë, nuk arritën të zbërthenin Lambi Papën. Po jeni në Terezimo, si e morët atë rrugë mërë të pa fytyrë. Dhe nuk arritët të zbërtheni Fredi Belerin, njerëz të tillë i tutkun dhe ignorantë të kemë, nuk patët kapacitetin që t'i hetoni dhe për vete kërkonit postet vazhdueshme dhe merrnit lekun e dinjas dhe poste e grada. Po ju kur s'keni të zotët të zbërthenin tutkun të tillë si Fredi Beleri dhe Lambi Papa, po ju nuk meritoni të jeni, more, jo në publik, po ju s'meritoni fare të jeni as në Shqipëri, ma të ikni nga ky vend, ma. Të merrni në një punë, atje në një hidraulik duhet të zeni dhe vende dhe ju si Fredi Beleri më kur jeni të zotët s'keni qenë të zbërtheni në atë kohë kur i keni patur të gjitha forcat pushtetet në dorë, të gjitha mjetet në dorë dhe kur vjen puna nuk arritët të zbërtheni dy veta të tillë, dy ignorantë të tillë si Fredi Beleri dhe Lambi Papa, po si u vjen rënd nga veqe, e them për Gledis Nanon, që më thonin para ca ditësh hiqi ato që ke shkruar për te një miku imi. Nuk e heqi tashon, se po të kishe qenë ti kishe quar Fredi Belerin e Lambi Papën në burgim përjetshëm për ato që kanë bërë, kurse ai s'ka bërë asgjë. Gledis Nano i ka patur shef antiterrori, shef edhe kështu drejtori përgjithshëm policisë. Edhe shiko ku e keni Fredi Belerin sot, një tutkun në krye të piramidës politike evropiane dhe botërore. Unë kërkoj këtë, kaq. Që çdo ditë që kalon, rëndon më shumë dhe mbi bivarin e Fatmir Shehut dhe të Arsen Gjinit, të vrarë me 10 prill 1994 në masakrën e Peshkëpisë. Andaj, për t'u lehtësuar dhe në bivare dhe për t'i bërë që të prehen të qetë, 1 minutë më parë dosja Peshkëpisë, dosja Beleri duhet të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Kaq kisha.